Andaj ka thonë pejgamberi sa kërkoni nga Allahu el-afia. Çka është el-afia? Afia është në vëzër aja që pejgamberi në ka mësuar me kërku sabah e aksham. Nga lutjet dhikri i sabahut dhe i akshamit, në ka pas një tërsi lutje, është disa lutje që pejgamberi mi ka bërë në mëngjes edhe mbrëmje. Sabah e aksham, thirret dhikri i sabahut dhe dhikri i akshamit. Në kuadër të dhikrit të sabahut dhe akshamit që ka thonë pejgamberi, Allahumma inni es'aluka al-afia. O Zot, unë kërkoj nga ti al-afia. Afia është mirëqenie, rahati. Besimtari e kërkon paqen, e kërkon mirëqenien, nuk është ai që e kërkon konfliktin. Mirë po ka thonë pejgamberi, fa idha laqitumuhum, nëse ndodh me u taku me ta, me armikun, po edhe me situata, për shembull të mëkateve, me fitne, sprova të caktuara, fasbiru, atëherë bëni sabër.